kardiologu punisti Ramizit dhe psiqiku zografi Nexhmijes marrëzisht të ngjashëm. Pjella të Korrikut 44-64, së bashku bastisën Shqipërinë dhe shqiptarët. Komunistët janë fare keqe në më të mirën e rastit. Në realitet, janë të mallkuar, janë vegla të djallit. Kush ka mendim ndryshe, të mos na dëgjoj. Berisha është ai që në vitin 2013 solli dhe mban ende në pushtet Ramën. Kristaqi, babai biologjik, nuk do ta sillte kurrë në krye të shqiptarëve të birin. Kurse si. Por Rama kishte lindur me fat, e kishte armatosur Ligu, Partia dhe Nexhmia, me mundësinë që të ketë atë politik, një nga xhiri i PPSH, me zellin e diktatit, me psikozën e unit, egos, dhe ky ishte Berisha. Korrik 1944 lindi Berisha. Korrik 1964 lindi Rama. Dy korrik të zinj, që pollën trashëgimtarët e djajve të diktaturës më të egër. Berishën e zgjodhi Ramizi, Ramën e zgjodhi dhe solli Nexhmia. PD-ja e mbushur me sigurimsa dhe PS-ja vazhdimi puçistëve ishin dy anë të një monedhe, njëra kokë dhe tjetra pil. Kokën e mbajti kardiologu me rob, pilin e mbajti zografi Nudo. Të dy i menaxhonte Soros dhe konstilacioni në Amerikë. Kardiologu punist në gjurmët e atit politik, Hoxhës Menam, pronën shqiptarëve nuk u dha, u amori dhe i degdisi për te kufirit. Kryesisht ata që në çdo moment mund ta rrëzonin. Më pas, si punist Menam i asgjësoi të gjithë, dhe nga kali kur nuk ra, derisa të vdes. Shumë besuan se mund të ndryshonte. Shumë mashtroi se vallaha kishte ndryshuar. Po jo, kurse si, bishti I qenit, bisht qeni mbetet. Por duhet thënë se vjedhjet I bëri disi më të kamufluar se zografi Nudo, sepse ishte punist me rënjë të thella dhe njihte shtetin, deri diku. Ndërsa Ramën, psiqikun kryeministër, e ka mbajtur dhe e mban në pushtet Berisha, dhe vetëm Berisha. Por sigurisht që votojnë bijtë dhe bijat e Partisë së Punës të Shqipërisë, pasardhësit e komunistëve të mallkuar, që I kanë mbledhur rreth vetes dhe qeverisin së bashku me I hanën 28.000 km2. Psiqiku zograf, vjedh hapur, u amori prona të gjithëve. Asgjëson dhe lëshon këdo nga radhët e tij. Nuk e ka idenë e shtetit, dhe nuk ka pse ta ketë. Ai e di shumë mirë pse është atje, kush e mban dhe çfarë mision ka. Berisha ky mëkarat I madh dhe vrasës I shpresës së shqiptarëve. Edhe në vitet kur njerëzit pendohen, në ato të pleqërisë pra, është bërë edhe më bish, edhe më I pabes, e la sërish në pushtet psiqikun zograf. E shiti pushtetin, kush e di se sa, e madhe gjëma. Hajdutët në krye të shqiptarëve, me vistone së majtës amerikane. Të mençurit ikën, shqiptarët punëtor ikën, hajdutët dhe lakenjt janë në Shqipëri, kuadro të Ramës dhe Berishës. Isën pasvanët e babit të Zenit dhe Zahos, apo vetë Zenit dhe Olsit. Përfundimisht, një shtet që e kanë themeluar, ngritur, mbajtur dhe përdorur të huajt, prej të huajve do të zhytet, ose do të shpëtoj. Fundin punistit Berisha dhe psiqikut Arpagon Rama nuk ja sill dot shqiptari I Shqipërisë. Ai që hajdutin e shikon si të zgjuar, si legjend dhe si gjigant. Asaj I varfëri që I shikon si përbindësh mbi kokë dhe ka frikë nëse do të gdhihet nesër. Fundi këtyre ministrave ju vjen nga jashtë dhe kësaj here e kanë të llahtarshëm, por e kanë edhe shumë pranë. Ka kaluar pragun dhe ju ka hyrë në banesë. Hej, mbani se hir. Vjen furtunë e madhe dhe shumë do të arratisen. Pushtetarët, fëmijët e tyre I kanë dërguar të gjithë jashtë. Pse vallë? A nuk është Shqipëria e begat? Ka djallë, por ka Zot mbi të gjitha. Që keni frikë të dilni, kjo është e dukshme, por lutjen fshehur, mos I kurseni, bëjini që një orë më parë t'i lidhin djajt.